sigurisht që po, okay, këto janë viti 5, si vjet, edhe si vjet janë tamam prodhim, por Kajësia, zona jonë e bën, si tokë, si vend, si klimë. Mira, Kajësia është, ja vlen të merresh. E çfarë çmimi po e shisni sot? Sot me 3.000 lekë. Me 3.000 lekë është sot që flasim. Pastaj në vazhdimsi, tuj pa tuj bë. Është e vështirë të gjesh treg? Fatikisht unë jam lidhur me tregtarët dhe vinë marrin këto në vend. Pakun deri më sot vinë marrin këto. Nuk ka qenë problem pjesa e shitjes. Se vinë marrin këto. Fatikisht jo, nuk kam aplikuar, por normalisht nima do ishte mirë tash zora për me pika, për me vaditje. Ka tash na duhen shumë gjëra, jo mjete bujësore, jo normalisht që duhet, se bujësia ai sa e bukur duket, pa aq edhe vështirë është. Kështu që s'është që le do punë. Bujësia ka shumë probleme. Duke filluar që nga agronomia, që nuk ka mbështetjen e agronomit, drejtimi dhe orientimi sipas zonave. Zona jonë është një zonë frutikulture. Qershia ka qenë që në kohat dhe sado që klima ka ndryshuar, mikroklima e zonës, por varietetën të veçanta. Edhe me pa kujdesje shkojmë prapë. Problemet janë që nga mos mbështetja nga shteti. Pse nuk kemi mbështetje? Ne ke ara nuk kemi rrugët janë, por nuk shkojmë dot me mjet ke ara, duhet shkosh në kam. Nafta, edhe kur kishin dhënë deri 1 hektar që jepin një naftë, tani nuk e japin më, do 3 hektar. Ligji 7500 është ligji që më i padrejt, sepse e coptoi tokën, arat, i ndau në parcela të vogla. Si ja bëni për të nxjerrë prodhimet bujësore? Me vështirësi. Do faturojmë nxitor, edhe kafsh pune. Kjo është vështirësia. E vazhdo. Bërë shtetë. Unë kur ka punë, vi, kur nuk ka, vi e ndihmoj se jam këtu afër, kam shtëpinë këtu afër, edhe jemi kushëri. Edhe ndihmoj se është djalë i mirë, është punëtor. Ka punë në vjeljen e frutave? Shumë pak, nuk ka shumë. Shumë pak ka. Ka kërkesa për punë për moshën tuaj? Po, këtu nuk ka. Se nuk ka punë fshati. Fshati këto ka Kajësi, tokat i kemi Mjelludhi. Edhe punëtor. Nuk ka. Unë jam moshë e vjetër, jam 63 vjetë. Nuk jam mere. Sa kërkon për një ditë pune? Për një ditë pune e shumëta 20.000 lekë. E shumëta 20. Po, s'ke qa kërkon më tepër. Sa orë punon në vjelje? 8 orë. Është e lodhshme për ty? Po, është e lodhshme, po është edhe e mirë se më pëlqen puna, më ban të fort. Jam edhe njëri që jam hallëxhi, nuk jam njëri që të rikot. Më tërhek puna. Po nuk ka këtu, dale të gjeni dhe të bukur.
tjetrit që përdohet. Jeni të kënaqur? Kajsia e bukur? Po si mas shërbimit gjithmonë. Nëse i shërben bukur, vinë gjëra të bukura. Klima edhe ka qenë e përshtatshme për si vjet. Edhe kur ishte mundësia për thatësirës, Xhaxhidiku se ish kunati im, i bënte vaditin si që shih bukur fare. Edhe Zoti nga lart në vaditje bukur. Edhe sot prodhimi i mbar, i bukur, edhe çmimi ka qenë i bukur. Sa ka qenë çmimi më i lartë? 5 fillimisht, pastaj duke ardhur, duke zbritur, normale, sepse është gjithmonë dyndja tregut. Edhe kështu që thom të kemi gjithmonë, pse jo, gjëra të bukura. Me kovën. Me ja deshu t'ja fërkova të jo. Me punë ka. Shikon këtë parcelë? Hajde që në rrugës vinë në 1-2 dhe vinë këtë parcelë. Po t'ja janë vetë ha. Kanat këtiri. Jo, nuk e do, unë po dhashin në visën dhe jep për shumë gjera.